se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë disa pyetje me lavjersin e përgjigjeve, po, jo, ndoshta. Këto janë pyetje të përgjithshme dhe do shikojmë me kë rezonon, me kë shenjë horoskopit rezonon kjo pyetje e përgjithshme që ne do të bëjmë. Kurse për pyetje private, më kontaktoni në Instagram, Tea Tarot 2025. Dhe do bëjmë një pyetje të përgjithshme. Si do shkoj historia e dashurisë midis dy personave të dashuruar në ditët e ardhshme, në vazhdimsi? Do të shkojë në mënyrë pozitive? Dhe lavjersi i gurit kristal më thot po. Me kë rezonon kjo? Me kë shenjë të horoskopit rezonon kjo pyetje? Me kë shenjë? Dhe marrim me kë shenjë të horoskopit rezonon? Me Vigjereshën, me Denin, me Akrepin, me Binjakët dhe me Dashin. Pyetja tjetër. Do të kemi një realizim përfundimtar të kësaj historie dashurie, përfundimtar, pra do të kemi një realizim përfundimtar të kësaj historie dashurie të gjatë, do të kemi një përfundim të kësaj historie së shpejti? Ndoshta. Pra, ndoshta. Mund të kemi dhe mund mos të kemi. Me kë rezonon kjo më dyshje, kjo dyzim i kësaj pyetje që ne bëm? Me kë shenjë të horoskopit? Me Binjakët, me Dashin, me Vigjereshën, me Denin dhe me Akrepin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, thank you dhe një zemër të vogël për të dhënë video sa më të bukura, të mbushura me energji pozitive.